Kapitulli 22. Vëllezër dhe etër, dëgjoni mbrojtjen time. Kur dëgjuan se po fliste hebraisht, u bë qetësi edhe më e madhe. Atëherë ai tha: Unë jam jude, kam lindur në Tars të Kilikis dhe jam rritur këtu në Jeruzalem. Kam pasur si mësues Gamalielin dhe jam edukuar pik për pik sipas ligjit të etërve tanë me zel për Perëndin, sikurse jeni të gjithë ju sot. Unë i kam përndjekur deri në vdekje ata që i përkasin udhës së Zotit Jezu. Kam lidhur burra e gra dhe i kam futur në burg. Për mua mund të dëshmojnë kryeprifti dhe tërpleqësia. Ata më dhanë edhe letra për vëllezërit judej në Damask, që më ngarkonin për t'i lidhur ata që ishin atje e për t'i sjellë në Jeruzalem që të ndëshkoheshin. Kur isha rrugës për në Damask, teksa po afrohesha qytetit rreth mesditës, shndriti nga qielli një dritë e fortë rreth meje. Unë rash për tokë dhe dëgjova një zë që më tha: Saul, Saul, përse më përndjek? Unë u përgjigja: Kush je ti, o Zot? Ai më tha: Unë jam Jezui i Nazaretit që ti po e përndjek. Ata që ishin me mua e pan dritën, por nuk e dëgjuan zërin e atij që po më fliste. Unë e pyeta: Zot, çfarë duhet të bëj? Zoti më tha: Ngrihu e shko në Damask. Atje do të thonë gjithçka që të është caktuar të bësh. Me që nuk mund të shihja për shkak të shkëlqimit asaj drite, ata që ishin me mua më morën për dore e më çuan në Damask. Një burr me emrin Hanani, njëri i përkushtuar ndaj ligjit Mojsiut, për të cilin judejt që jetonin aty flisnin mirë, erdhi tek unë, qëndroi përbri meje dhe tha: Vlla Saul, shih përsëri. Në atë çast mu hapën sytë dhe e pash. Atëre ai tha: Perëndia i etërve tanë të ka zgjedhur që të njohësh vullnetin e tij, që të shohësh të drejtin e të dëgjosh zërin e tij. Ti do të jesh dëshmitar i tij para të gjithë njerëzve, dëshmitar i asaj që ke parë ke dëgjuar. Dhe tani çpret, ngrihu, pagëzohu e pastrohu nga mëkatet duke thirrur emrin e Zotit. Pasi u ktheva në Jeruzalem, ndërsa po lutesha në tempull, pata një vegim dhe pash Jezuin që më tha: Nxitoj, largohu shpejt nga Jeruzalemi, se ata nuk do të pranojnë dëshminë tënde për mua. Dhe unë thash: Zot, ata e dinë se në çdo sinagogë unë kam futur në burg dhe kam rrahur ata që besuan në ty. Edhe kur u derdh gjaku i dëshmorit tënd, Stefanit, unë isha aty, e miratova vrasin e tij dhe ruaja rrobat e atyre që po e vrisnin. Atëherë Zoti më tha: Shko, se do të të dërgoj larg te kombet pagane. Deri këtu turma e dëgjoi, por pastaj bërtitëm në zë të lartë. Shtukeni nga dheu këtë njeri, ai nuk e meriton të jetoj. Turma bërtiste, hidhte rrobat lartë e ngrinte plur në ajër. Atëherë komandanti i kohortës urdhëroi ta çonin palin në fortesë dhe u tha ta marrin në pyetje duke e fshikulluar që të gjenin arsyen pse judejt bërtisnin kështu kundër tij. Por pasi e lidhën me rrobat e tij, pali i tha centurionit që rrinte pranë: A ju lejohet të fshikulloni një qytetar romak pa i bërë gjyqin? Kur e dëgjoi këtë, centurioni shkoi te komandanti i kohortës dhe i tha: Kujdes se çfarë po bën. Ky njeri është qytetar romak. Komandanti erdhi dhe e pyeti palin: Më thuaj, a je romak? Pali i tha: Po. Komandanti u përgjigj: Mua më ka kushtuar shumë para që ta merrja qytetarin romake. Pali i tha: Ndërsa unë kam lindur i tillë. Ata që do ta merrnin në pyetje u larguan menjëherë prej tij. Edhe komandanti të kohortës i hyri frika kur mori vesh se pali ishte qytetar romak, sepse e kishte lidhur. Ai donte të dinte me saktësi arsyen se përse pa e padisin judejt palin. Prandaj të nesërmen e liroi dhe urdhëroi kryepriftëritë e mbar Sinedrit që të mblidheshin. Pastaj solli edhe palin dhe e nxori para tyre.